pul me krem pana edhe pesto. Është një recetë që delo njerëz mos e pyesni, aq e shishme, aq e mirë. Tani në fillim do presim pulën në copa të vogla, është gjoks pule, që të mos ketë kockë dhe cipë, edhe pasi t'ikin ujrat e shumta do t'i hedhim vaj që të skuqet. Pastaj do t'i hedhim edhe pak ujë që të ziej pula, do ta mbulojmë dhe do ta lëmë 3-4 minuta, jo shumë, sa të ziej. Pastaj nga këto erëzat, piper të kuj, piper të zi, tamerik, kripë, çfarë të doni juve. Në fund fare, pasi t'i zier pula, edhe me erëzat, do t'i hedhim pesto. Unë i hodha pesto jeshile, ka edhe pesto të kuqe, çfarë të doni juve. Dhe në fund fare kremin, krem pana, që të lidhet e gjithë salsa, edhe bëhet o njerëz mos e pyesni. Me krem pana do vetëm 3-4 minuta që të ziej, se është çdo gjë gati. Tani me këtë pulë mund të shoqërojmë pilafin, makaronat, mund të ham kështu me bukë, të ngjyejmë bukën në të, një bukë të tërë do hamë, mos e pyesni fare. Kështu që thoni, kjo është receta për sot, provojeni dhe më thoni rezultatet. Të kaloni një ditë të bukur.